Alba ishte ulur në cep të dhomës, krahët e tërhequr rreth vetes dhe ndjente si çdo gjë rreth saj të ishte bosh. Nuk kishte zhurmë që mund ta ndalte dhimbjen e brendshme, as fjalë që mund ta mbushnin këtë boshllëk. Zemra i rrite fort, por nuk ishte gëzim, ishte një ritëm i thyer, i tensionuar nga trishtimi, nga shqetësimi dhe nga ndjenja e pafuqisë. Ajo nuk kuptonte pse ndihej kaq e mbingarkuar nga një ndjenjë kaq e thjeshtë. Dashuria dhe pritja për një mashkull të dobët, një mashkull që nuk mund ta mbante barën e emocioneve të saj, por që ishte i vetmi që ajo donte në atë moment. Ishte si të shihej diçka që nuk mund ta kapje, diçka që çdo përpjekje për ta mbajtur e bënte më të largët. Claude ishte aty pranë. Ai nuk foli menjëherë. Vetëm qëndroi pranë saj, duke e lejuar të përjetonte çdo ndjenjë, çdo dridhje të shpirtit. Kur Alba ju afrua dhe e shtrëngoi fort, nuk ishte një përqafim i zakonshëm. Ishte një përpjekje për të mbajtur copat e shpirtit të saj të thyera, një përpjekje për të gjetur një mbështetje reale kur gjithçka tjetër dukej e zbeth, gjyna. Pëshpëriti ajo ndërlot, zëri i saj i dridhur. Jam vetëm 17 vjeç dhe e ndjej këtë boshllëk, këtë dhimbje që nuk e kam përjetuar kurrë. Është sikur çdo pjesë e trupit tim dhe çdo mendim im kanë rënë viktimë e një pasigurie që nuk mund ta kontrolloj. Claude e mbajti pranë. Nuk kishte fjalë të mjaftueshme për të shpjeguar se çfarë ndjenje ishte kjo, një vajzë e re që përpiqej të kuptonte dhe përballonte ndjenjat më të forta që kishte provuar ndonjëherë. Ishte një dashuri e papërshkrueshme, por e pasigurt, për një mashkull të dobët që nuk mund ta mbante peshën e shpirtit të saj. Ajo ndjeu se po përjetonte një ndjesi që nuk do të përsëritej kurrë në jetë. Një kombinim tërësisht të dhimbjes, mallëngjimit dhe një dëshire për të qenë e kuptuar, e dashur dhe e mbështetur. Një ndjenjë që i bënte sytë të mbusheshin me lot, por zemra të ndihej e gjallë. Unë nuk e kam ndier kurrë këtë më parë. Vazhdoi Alba. Është diçka që më mbërthen, që më shtyn të ndihem e pafuqishme dhe e fortë njëkohësisht. Nuk e di si një person mund të jetë kaq i dobët dhe njëkohësisht kaq i domosdoshëm për shpirtin tim. Claude vazhdoi të qëndronte pranë saj, pa fjalë, vetëm duke e shikuar dhe duke e mbajtur të sigurt. Për të, çdo përqafim, çdo prekje, çdo fjalë e vogël e Albës ishte si një thirrje që kërkonte forcë, mbështetje dhe përkujdesje. Dhe ai e kuptonte këtë. Unë e di se është e vështirë, i tha ai në fund, duke e parë drejt në sy. Por nuk je vetëm. Unë jam këtu. Alba e ndjeu ngrohtësinë e fjalëve të tij, por ndjenja e boshllëkut ishte ende aty. Nuk mund të zhdukej me fjalë. Ishte pjesë e asaj që ajo ishte, një vajzë e re që po përpiqej të kuptonte një ndjenjë që e kaploi shpirtin në mënyrë të papritur dhe të fuqishme. Ajo e përqafoi më fort, duke ndier çdo ritëm të trupit të tij, çdo frymëmarrje të përbashkët. Ishte si një lidhje që nuk mund të thyej, një forcë që vinte nga brenda tyre, edhe kur gjithë bota e jashtme dukej e pakapshme. Është kaq e vështirë të dua diçka që nuk mund ta mbaj në krahët e mi, përshpëriti Alba, zëri i saj duke u dridhur. Por ndjenjat nuk zgjidhen. Zemra nuk pyet. Dhe unë e dua Claudin në mënyrë që nuk mund ta shpjegoj me fjalë. Claude e mbajti pranë, duke e lejuar të shpërthente emocionet e saj, të qante, të dridhej, të shprehte çdo dhimbje që kishte mbajtur brenda. Ishte një përqafim që nuk kërkonte spektakël, që nuk kërkonte fjalë të bukura për shikuesit. Ishte thjesht e tyre, thjesht e Albës, dhe një forcë e vërtetë që i mbante të dy të lidhur në mes të kaosit që e rrethonte. Alba e ndjeu trupin e saj duke u shkrirë pranë tij. Nuk kishte më forcë për të rezistuar, por nuk ishte e dëshpëruar. Ishte një ndjenjë e pastër e lidhjes, e pranimit dhe e shpëtimit. Në atë moment, ajo e kuptoi, edhe pse ai është i dobët, edhe pse bota mund ta gjykojë, edhe pse ndjenja e saj mund ta lëndojë. Ajo e do atë dhe nuk ka rrugë tjetër.